Përshëndetje. Kush për natrat? O, mirë mbroma, Karab, mirë mbroma. Përshëndetje, mirë mbroma për ty, mirë se vjen zotri Shukriret Koceri. O, mirë se ju gjeta, bravo qas. Më vjen mirë që keni marrë lidhjen sepse ka një numër shumë të madh të telefonuesve. Pa pse veç a gjën Shukre ki të këtu, i kje me mira, pa nashta me dhjetra mira telefonues. Hey, ky televizion është i botës shqiptare, more. Të falenderoj shumë për juve dhe për të gjithë ata të cilët na shikojnë. Çka mendon për temën? Kujt po i pengon lirimi Hashim Thaqit nga Haga? Ndërlidhemi me deklaratën e deputetit nga radhët e vetëvendosjes, Fatos Gecit, që shpreson në burgim të përjetshëm për Hashim Thaqin. Ndëgjoj tash. Po dëgjoj. Kërkush bre Karab, kërkush nuk i gëzohet dënimit Hashim Thaqit. Tash është fjala për Fatos Gecin. Qëre, Fatosi rreth për një familje shejt, për një familje adhetare. Qka u bo, bre? Qka u bo? A urzu gori qabës? Ata që i ka thonë Fatosi? Qëre, Hashimi ka gabu edhe ma shumë se Fatos Geci. Hashimi pse e formoj gjykatën speciale. A ka thonë prokurori Hagës, Hashim Thaqi ka ardhur 4 herë mshirtas në Hagë, derisa o formuar gjykata speciale. E ka votu Hashimi gjykatën speciale. Ma keq ka bo Hashim Thaqi se Fatos Geci. Po thua është dashur të mendoheshin mirë përpara se ta votojnë gjykatën speciale. Hec ka që ndashtaj me votue. Në Hagë ka që ndash me konë kriminalat e Serbisë. As një ushtari u qëkës, as një komandant u qëkës, nuk e ka vëra fëmijën civil serb, nuk e ka vëra as një plak, as një gru civile serbe, as një person, as një burr, as një gjallë tri civil serb se ka vëra u qëkëja, për i ka vëra ushtarët edhe kriminalat polis Serbisë që kanë ardhur për Serbisë edhe normal kriminalat e Kosovës serb që kanë dash me aneksu Kosovët, që kanë dash me okupue, na kanë kallë, na kanë përzon, na kanë vjedh, na kanë... E tash me shkue u që këja në Hagë, këta kush e ka bo, i vetë me Hashimi që ka votue gjykatën speciale. Hej, e tash qëre, nuk o bre mirë në mu hasmun në baza partijake, nuk o mirë. A mirë për Vlora Qytakën dhe kanë imet e Musliun, qëfar ofendime i kanë bu atina Fatos Gecit. E tash, Hashimi, ani ta qash larkë po thojnë, qash larkë po shkojnë, Hashimi ta ka shliru Kosovën. Koshve ma ka shliru Kosovën? A ka thonë Hashimi më konë arvijeve tutës. O Karab, mështë hasmomi, po të përshëndeti, ty e krejt mërgatën. Mështë hasmomi. Falenderoj shumë do të Shukriret Koceri. Aj që e meriton e bajt me shnet. Ishtalla nuk denohet atje. Ishtalla nuk denohet. Se ti e qaj, dëshmitar, 3-4 gazetar mund kanë intervistu që atër kur i mur aeroplani i Amerikës. Ti e konë prezent, kanë thonë, që që vlerëson me u denu, thash nuk bo me u denu, thash se s'kanë vëra ata civil, ta po nëse kanë vëra komandanta ushtar, të qykës, thash edhe babën tema pas vëra Hashimi, atje nuk bo me u denu, nga bje hije keqe, në që se ka vëra, do me thonë, Hashimi shqiptar, tu du të me denu, e jo atje, ju përshëndeti krejtve. Falenderoj shumë zotrin Shukriret Kocerit, përshëndetim dhe ne nga studio. E falenderojmë zotrin Shukriret të gjithë juve që jeni me neve, pres mendimin tjetër në pritje që kemi vetëm pas pak në numrin ton të telefonit në +33 44 90 20 20, kujt po i pengon lirimi i Hashim Thaqit nga Haga. Mi mbroma për ty. Alo, përshëndetje. Alo, miroma, Luli nga Prishtina. Mi se vjen Ylli, apo? Luli, mi se vjen Zotri Ylli. Si e sunte? Pak me grip. Shpresoj që t'ju kaloj sa më shpejt Zotri Ylli. Çfarë mendon për temën kujt po i pengon lirimi i Hashim Thaqit nga Haga, ndërlidhemi me tashmë deklaratën e deputetit Fatos Geci nga radhat e vetëvendosjes, që shpreson në burgim të përjetshëm për Hashim Thaqin. Ati që mendon dhe flet shqip nuk duhet me dëshiru lirimin sa më shpejt e Hashim Thaqit dhe tjerëve që kanë Hagë. Ai që i ka zemrën në shkallët apo Serbit. Vetëm nuk na lejo të përdorim atë term. Okej, apo Serbit pra. Ai shpreson që këta mu dënue. Tjetër, mirë ka thonë një analist apo dhe historian, Hashim Thaqi është Ismail Qemali, Hashim Thaqi është Isa Boletini, Hashim Thaqi është edhe Fanoli.
tri figurat për shtatën figurën e tij. Hashim Thaçi ka priu shtëpisë shqiptare të Kosovës, e jo që po thojnë do, ka thonë vetë nuk ka qenë vija frontit, janë me dhjetra video që atër s'kan mujt me ba me i anë, ku dëshmohet që atë fshatë që ka marrë pjesë në sulme, ka qenë ushtari UÇK-s. Hashim Thaçi e ka shpall pavarësinë. Në presidencën e tij, Hashim Thaçi, kur ka qenë president, kemi pasur më shumë se 100 lloje. Le të folin çka dojnë, këta tjerë që janë kundër tij, po Hashim Thaçi është vetë historia e Kosovës. Hashim Thaçi do të mbetet në histori si njeri që ka shpall, e ka shpall në presidencën e tij ka njohur më shumë se 100 shtete. Do të mësojnë edhe fëmijët tonë në të ardhmen. E kuptoj plotësisht zoti Po Luli. për fat keq. Shpresoni tashmë në lirimin sa më të shpejt të Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Shpresojmë, po kur nuk ma ka marrë mendja që ka me ardhur koha, që populli shqiptar ka mundo në dy tabore, në ata që janë pro UÇK-s edhe kundër UÇK-s. Nëse ju kujtohet kur lirue, tash po lidhna pak edhe me kryeministrin tashmë, kur liru nga burgi i Serbisë, nuk e dija të kujtohet çfarë interviste ka pas dhënë. Ka pas thënë mos u merrni me lirimin tim, po merrni me pasojat që do të vinë prej lirimit tim. Atë intervistë e ki gjithë për YouTube. Do me thonë pasojat për i bojmë fëmë se sot për fat keq, po do të me thonë, në qeverisën e tije, kur populli s'ka qenë me i përqonë. Ka bo përqonet madhe. E kuptoj përqyrit, zotri Luli. Falenderoj shumë dhe njerë. Çdo të mirë. Përshëndesim shumë natën e mirë, gjithë të mirat. Ishte ky zotri Luli, e falenderojmë atë dhe të gjithë juve që jeni pjesëmarrës në këtë emision në DTV Media. Pres mendimet të shumta nga ju, mirë mbrëma për ty. Alo. Mirë mbrëma. Përshëndetje. Kush për na tret? Ismaili. Mirë se vjen zotri Ismail. Përshëndetje. Temën e di veç po filloj. Çka mendon për temën për sonte? Unë po mendoj që ka dëmtu shumë njerëz, ka dëmtu shumë shpirta, shumë zemra, e tha që do të hinë histori parafolsi, në kohë me hiti kush në histori, do të hinë Ibrahim Rogova, Adem Demaçi, që së është vra as një pull për këta dy njerëz. As një pull nuk është vra për këta dy njerëz. E në kohë me mirë, në keq që ma keq, të veni atje ku është kuë, është Hashim Thaçi. Pse nuk e vlerësoni Hashim Thaçin, zotri Ismail? Qysh? Pse nuk e vlerësoni tashmë Hashim Thaçin për punën dhe angazhimin e tij? Qysh ta vlerësoni një njeri që përgoset kur ju ka lexu rreth 100 viktima janë në emër të Hashim Thaçit. 100 pula me kon s'ta fal kërkosh gjakun. Thot mi ka vrarë filon 100 pula.